kur atë fjalë nona, ato dhimbje që ka pas me dekada, që ka mojt në zemrën në mendjen e saj, për kur neve s'na ka shprej, s'na ka thonë. Lotët e tradhtuan edhe kur nisi të flas për vëllaun e vogël, Leotrimin 7 vjeçar, të cilin thot se nëna e kishte parë me zorrë jashtë trupit. Nona është të lodhë, sinqerisht të lodhë që të arkohë në fundit asë dhe nona na ka mojt neve. Nona u konë aja si neve na ka frymëzu dhe na ka bën për shembull me isë për pora. Nona kur aja të fjallë që ka full për Leotrimin, kur kon gazetari profesor në shtret plana, kur ato fjallë nëse neve përmend si ka. Kur ato fjallë nona, ato dhimbje që ka pas me dekada, që ka mojt në zemrën në mendjen e saj, për kur neve s'na ka shprej, s'na ka thonë. Ta shulluë, e ka një, dhe më po pak edhe e modhe kjo punë e Leotrimit. Aja konë gjenja faktike që ashtu konë, tanë qyshe kanë shpjegu, për tashti ju ka rifresku aja farë dhimbja ato. Allah tanë që ka pas masë e soj kohë, ka pas edhe sërëm 2 ndek në gjitë. Edhe tanë që e ka përjetu edhe më një farë mënyrë, tanë që plus edhe tanë që shumë gazetare, të morë se cilin nuk ka mujtë mu. Për thamë e këmë kërsi nëndën se s'ko mujtë vallaj. Vallaj edhe një herë, për shambull, nëse mja këthyja të vujtë të me asish, jetë. Që shtë ati me shpalus varë, nëse mja qitë dorën varë, vallaj djekë. Gjithë kjo sakrificë e një familje që para atë dheut nuk ishin vendosur asgjë, sigurisht që të gjallët, ditën e pavarësisë, e kishin përjetuar me emocion ndryshe. Pavarësia, në më honë atë ditë që u orë pavarësia që e ka shpoll presidenti a shemë thashë pavarësin, me letë e këmë në pritë. Një farë mënyre edhe e në kësu, po edhe mungesën e më të dashnër tonë, familjes, për shembull edhe bashkëluftetarëve tonë, për shembull që ata nuk e gëzojnë sot. Po falë edhe gjakut tyne, falë edhe mundit tyne që na sot edhe po festojmë. Që ke dita e pavarësisë, domethënë na nuk e patëm që na han fest, po një lloj proteste. Se ku bashkëluftetarët tonë, për shembull, presidenti jonë, Kadir Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, padrejtësisht po mohën në burgjet e Augës.